Zhduket 13 vjeçari ambasada e Kosovës në Gjermani. Nëse keni informacion, kontaktoni menjëherë në polici. Ambasada e Kosovës në Gjermani përmes një postimi në Facebook ka njoftuar zhdukjen e 13 vjeçares Arta Hajzeraj. Në njoftimin e ambasadës thuhet se Arta është raportuar e zhdukur dhe se familjarët së bashku me autoritetet policore në qytetin Zwickau janë në kërkim të saj. Arta Hajzeraj, 13 vjeç, është raportuar e zhdukur. Familjarët dhe autoritetet policore të zonës janë në kërkim të Artës dhe kërkojnë ndihmën e kujdo që mund të ketë ndonjë informacion mbi vendodhjen e saj, apo që e ka parë së fundmi, thuhet në njoftim. Ambasada u bën thirrje qytetarëve se nëse kanë ndonjë informacion të kontaktojnë menjëherë familjen ose policinë gjermane në numrat e mëposhtëm. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të bashkëpunojnë në mënyrë që Arta të kthehet e sigurt pranë familjes sa më parë. Policia gjermane dhe mediat lokale janë angazhuar në kërkimin e saj. Në momentin e zhdukjes, Arta kishte veshur xhinse blu të çelët dhe një bluzë të zezë Adidas, ndërsa mbante një çantë shpine Nike.